Ne ju drejtuam pastaj gjykatës apelit. Çfarë keni pretenduar në gjykatën apelit? Në radhë parë, në gjykatë apelit, një proces jo rregull ligjor. Në radhë dytë kemi pretenduar që dëshmitarët e thirrë nga mbrojtja nuk janë thirrë që të gjithë. Sepse duhet ta cilësoj më të madhe, në një shtetas si Faik Stojna, në deklarimin që ka dhënë në Prokurorinë e Tiranës, përballë oficer vetë policisë gjyqësore, thotë unë jam njoftuar thotë nga djali i Marieta Garajt, Besmir Karaj, dhe nga Marieta Garaj, për vrasjen e Mendu Kurdec. Por kur ndodh? Faik Stojna, sipas dokumentacioneve, ka pasur një lidhje me Marieta Garaj. Dhe pasi janë prish, ai e ka përndjek. Lidhje jashtëmarrëdhësore. Dhe e ka përndjekur. Dhe e ka përndjekur. E ka denoncuar Marieta Garaj, është arrestuar Faik Stojna, është dënuar për veprën penale të përndjekjes dhe fill pas kësaj ai ka arritur që t'jap një kallëzim penal ose një informacion në lidhje me këtë ngjarje, por pa qenë dëshmitar okular, vetëm dëshmitar që ka mësua në për lokale dhe në për rrugicat e Tiranës. Dhe midis tjerësh në deklarimin e tij, Faik Stojna thotë, unë thotë jam paraqit në komisariatin e policisë numër 1. Kam takuar një oficer të policisë kriminale. Oficeri i policisë kriminale më ka dërguar tek shefi i policisë kriminale të komisariatit numër 1 dhe i kam treguar ngjarjen. Dhe nuk më ka thirrë thotë njëri që nga e ditë deri sot. Shton në deklarim që unë kam njoftuar dhe disa miq të mi të shërbimit informativ kombëtar për ngjarjen dhe nuk më ka thirrë asnjë njeri. Normalisht, shërbimi informativ kombëtar, nëse zotëria i ka njoftuar, ata duhet kishin njoftuar më njëherë policinë e shtetit edhe prokurorinë e rrethit. Edhe drejtuesit e komisariatit numër 1, nëse janë kontaktuar nga Faik Stojna, edhe këta kanë patur detyrim ligjor për të njoftuar policinë e shtetit. Por as shërbimi informativ, as policia komisariatit numër 1 nuk e kanë vënë lëvizje kallëzimin, informacionin që Faik Stojna ka dërguar sipas deklarimit të Faikut të dhënë përpara oficerëve të policisë gjyqësore. Mekanizmi është vënë në fill pasi ka dhënë një kallëzim penal Gazmin Gota dhe ka treguar skemën sipas tij që unë bashkë me Besmir Karajn kemi kryer këtë veprim, në atë moment është vënë në çfarë lidh klientën tuaj kryesore Marieta Karaj me këtë ngjarje? Marieta Karaj pretendon se ka qenë sekretare një shoqate për këta policë të vrarë dhe kur deta ka qenë sekretar, kanë bashkëpunuar. Diçka gjë tillë, kanë pas domethënë ka punuar bashkërisht në një shoqat, janë marrë me aktivitete dhe kjo pretendon se diçka nuk ka shkuar dhe domosdo dokumentacioni dhe informacionet nuk janë provuar akoma deri sot, po e kanë dërguar policinë e shtetit dhe prokurorinë për t'ju thëdhuar hetimeve për të arritur në një konkluzion kryesor. Ku më vrasin çfarë? Cilat janë pretendimet e saj? Tani, në gjitha letrat që ka dosja voluminoze e shtetases Marieta Karaj dhe Besmir Karaj, ka vetëm një fjali, sipas prokurorisë, që Marieta Karaj i ka thënë djalit vetë Besmirit që ma merrni më nduhin, ma hisni qafet se nuk i bje kujt ndërmend për të. I vetmi fakt dhe vetmi aprovë kjo ndodhet në dosje. Ligji dhe kodi procedurës penale, fjala dhe mendimi i çdo qytetari nuk përbën vepër penale. Edhe unë sot mund të shprehem për një qytetar të thjeshtë, të ma hek qafet, s'do t'ja shoh syt fare ma se si bje kujt ndërmend. Dhe për këtë duhet arrestohet. Si deklaron veten Marieta Karaj? Marieta totalisht pafajshme. Po Besmir Karaj? Besmir Karaj është në arrati, sipas komunikimeve që kemi patur, dhe ai nuk e pranon një fakt tillë. Që kanë marrë pjesë në që kanë marrë pjesë. Por ajo çka është më kryesorja, momentin që Gazmin Gota është arrestuar nga policia e Tiranës dhe Marieta Karaj, janë realizuar edhe metodat e përgjimit ambiental. Dhe në mënyrë kategorike në asnjë rrjesh në transkriptime nuk del që mund të jetë e implikuar Marieta apo djali i saj.
Cili është qëndrimi Marieta Karajt për deklarimet e Gazmir Ngodës dhe Faik Stojnës në raport me akuzat që i kanë bërë Faik Stojna si dëshmitar i tërthor dhe Gazmir Ngodha si person kryesor i bashkëfajsuar si pjesëmarrës në vrasje? Tani, Marieta, të jemi sinqert, ajo Gazmir Ngodha nuk e nje fare. Gazmir Ngodha, sipas dokumentacionit që ndodhe në dosje, është një shok lagje me të biri. Dhe nuk është kusht që nana se baba, prindri, të njohin gjithë shok dhe miq të djalit apo të vajzës. Dhe ajo çfarë ka mësuar në policitë të shtetit për ngjarjen dhe veprimet sipas Gazmir Ngodhës për Besmirin. Por Marieta, në mënyrë kategorike, nuk mund gjesh një rresht që është e implikuar përveç se deklarimet e Faik Stojnës. Por këto janë marrë sepse ka pas një lidhje jashtë martesore sipas dokumentacionit të prokurisë dhe pasi janë prish, e ka përndjek, e ka denoncua, është arrestua, është dënuar dhe ka për t'i marrë hak, ka shkuar në polici dhe ka bërë një kallëzim. Po konfliktet e saj me Mendukur Dedën të evidentuar dhe në një kallëzim në vitin 2015, i kishte zgjedhur cilat janë pretendimit? Janë brenda shoqatës dhe ato janë zgjedhur brenda shoqatës. Ne jemi shumë të trishtuar, të them vërtetën, për ecurinë që drejtësia e re. Nuk e di. Mbase trupa gjyqësore që ishte në shkallë të parë, që dha këtë vendim ekstrem, pa na dhënë mundësi ne për të mbrojtur, ishin përballë një presioni sepse s'kishin kaluar akoma proceset e vettingut dhe morën masa dënimi ekstreme, por për mendimin tim, trupa gjyqësore që ka marrë një vendim të tillë dhe gjykata Apeli të Prishi, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Inspektorati i Lartë Drejtësisë duhet të mbajnë qendrim, sepse ti privosh të drejtën qytetarit për të mbrojtur, ti privosh të drejtën avokatit për të mbrojtur klientin, kjo besoj që nuk lejohet në asnjë hapësirë ligjore për cilën shteti jonë demokratik funksionon. Gjithsesi, ne do presim vendimarrjen e gjykatës lartë çfarë do shprehet, do t'i drejtohemi po gjykatës kushtetuese dhe pastaj do shohim ecuritë. Unë në lidhje me shtetasen Marieta Karaj jam i bindur plotësisht moralisht, proceduralisht, se është një hakmarrje e Faik Stojnës ndaj shtetases Marieta Karaj. Në lidhje me pozicionin procedurial të Besmir Karajt, të na jepet mundësia pas vendimarrjes së gjykatës lartë dhe gjykatës kushtetuese për përcaktua pozicionin procedurial. Por dëshmitar okular të ngjarjes ne nuk kemi. Po kaloj dhe një shembull të shkurtër. Ngjarja ka ndodhur në vitin 2017. Përse Gazmir Ngodha mas 5 vitesh pas ka kërkuar që të bashkëpunojë me policinë e shtetit dhe t'jap një version të tillë. Nëse janë të vërteta Gazmir Ngodha, pse s'ka kërkuar që të jetë bashkëpunëtor i drejtësisë, që të përfitojë nga statusi i bashkëpunëtorit, që të tregojnë realitetin dhe të vërtetën. Por pas 5 vitesh vjen dhe jep një kallëzim penal për një vepër të kryer 5 vite më parë. Çfarë aludoni në këtë rast? Ne aludojmë që kjo është një presion i brendshëm i Gazmir Ngodhës ose i shtyr nga faktorët e jashtëm. Shtesja Marieta Karaj është arrestuar në muajin dhjetor 2022 nga Prokuria e Tiranës si e dyshuar për veprën penale të vrasjes, parashkuar nga leni 76/22-25 i Kodit Penal. Është caktuar masa sigurimit pur pa afat dhe brenda 3 muajsh prokuria sipas saj ka përfunduar hetimet, e ka dërguar çështjen për gjykim dhe në seancën e parë paraprake, unë si përfaqësues ligjor i shtetases Marieta Karaj dhe Besmir Karaj i kam kërkuar gjyqtarit seancës paraprake kthimin e akteve prokurisë së Tiranës për plotësim të timësh, pasi në dosje gjendeshin rreth 10 apo 15 kallëzime të ndryshme dhe deklarime pa firmën e oficerit policisë gjyqësore, diku ishin pa firmën e kallëzuesit, ishin dhe vendime që ishin marrë për aktet e ekspertimit dhe ekspertat nuk kishin nënshkruar vendimin e marrjes dieni por të kryer një akt ekspertimi.
Dhe në seancën e parë paraprake, gjyqtarit seancë i kërkova pasi të shprehet për pikën e parë, nëse vendos për kthimin e akteve apo jo, i kena kërkuar rezervimin edhe drejtës për të paraqit një kërkesë të dytë, për cilën ne do ta paraqitshim pas rimarrjes vendimit për kërkesën e parë për gjykim të shkurtuar. Gjyqtari u tërhoq dhe pa prit as pa menduar për 7 minuta kthehet sallgjyqit dhe vendos kalimin e çështjes në seancë gjyqësore themeli për veprën penale bashkuar nga neni 76 dhe 25-22 i kodit penal. Vendimi i seancës paraprake sipas kodit procedurës penale nuk lejohet për të ankimua gjykata apelit. Ne këtë pretendime e kemi ngritur edhe në seancën kur ka filluar gjykimi i themelit, e cila shkoi një maraton e gjatë, mbi 14 muaj, me gjyqtar të gjykimit të themelit ku 2 nga ata gjyqtar u shkarkuan nga vettingu dhe shtyrja nuk ishte shumë e gjatë faktikisht, por si gjërat burokratike që ndodhin në sistemin gjyqësor, ndodhi dhe kaloi edhe afati 12 mujor për shtetasen Maria Takaraj, e cila sipas neni 263 kodit procedurës penale, nëse një çështje që dorëzohet gjykat kalon 12 muaj pa marrëdhënim në formë prerë për veprat penale që parashikojnë dënim minimumi 10 vjet deri në burgim përjetshëm, automatikisht duhet të zëvendësohet masa sigurimit. Në procedurën e sipër, masi kishin kaluar 12 muaj, unë paraqes një kërkesë gjyqtarëve të themelit, duke kërkuar konstatimin e humbjes fuqisë juridike të masës sigurimit për shtetasen Maria Takaraj. Ndërsa për shtetasin Besmir Karaj, që është djali i saj, gjykimi është zhvilluar në mungesë. Tërhiqet gjykata dhe pas rreth 90 sekondash kthehet në sallë dhe vendos që nuk pranohet kërkesa e konstatimit të humbjes fuqisë juridike për faktin se ka disa procedurale të pezullimit të afateve të paraburgimit. Ne s'kishim rrugë tjetër, pas vendimarrjes, shkallës parë, i drejtohemi gjykatës me një kërkesë dhe marrim të gjitha kopjet e proceduraleve të seancave gjyqësore. Dhe në mënyrë kategorike, në asnjë procedurë të seancave gjyqësore nuk rezultonte që jetë marrë një vendim për pezullim të afateve të paraburgimit referuar në 265 të kodit të procedurës penale. Dhe pas barrës vendimit ne i drejtohemi gjykatës apelit. Dhe ajo çka është më e çuditshmja, që në vendimin e shkallës parë për masën e sigurimit, gjyqtarja kërkonte të ndërthurte afatet e kohës regjistrimit të dosjes gjykat, e kohës formimit të trupit gjykues, shkaqjet e largimit të disa anëtarëve të trupit gjykues, për cilën këto nuk duhet ndikojnë fare në vendimarrje. Dhe ne i drejtohemi gjykatës apelit. Caktohet seanca në shkallë të parë në gjykatën e apelit dhe po të njëjtat pretendime ngrem, trupi gjykues vendos lënien fuqi dhe i drejtohemi gjykatës lartë. Gjykata lartë prish vendimin e shkallës parë dhe të apelit për konstatimin e humbjes fuqisë juridike dhe detyron gjykatën e apelit të shprehet për gjitha kërkesat e kërkueses Maria Takaraj dhe të përfaqësuesit ligjor avokat Fandashi. Me të kthyer dosja në gjykatën e apelit, caktohet seanca gjyqësore, po me të njëjtin trup gjykues që e kishin rrëzuar një herë, dhe aty vendos pranimin e kërkesës duke konstatuar humbjen e fuqisë juridike të masës sigurimit për Maria Takaraj, duke zëvendësuar masën nga Rrezburg arrest shtëpi. Ky përket vendimi i datës 14 korrik të këtij viti. Sot Maria Takaraj është e lirë? Sot Maria Takaraj është arrest shtëpi. Kalojmë tek gjykimi i themelit. Prokuroria vjen me konkluzione për veprën penale të pashkuar nga neni 76 i kodit penal dhe kërkon 20 vjet burg për Besmir Karaj dhe 18 vjet burg për Maria Takaraj. Pasi paraqesim konkluzione përfundimtare nga avokati Fandashi për shtetasin Besmir Karaj dhe Maria Takaraj, edhe kolegu im për personin tjetër të arrestuar në këtë çështje Gazmir Gota, gjykata tërhiqet për vendim edhe kthehet pas 10 minutash dhe merr vendim duke ndryshuar akuzën nga vrasje me dashje, vrasje në kushtet e cilësisë veçantë
duke ashpërsuar masën e dënimit dhe duke ndryshuar dhe akuzën, dhe duke i dënuar Besmir Karajin me 25 vjet, ndërsa Marita Karajin me 22 vjet, ndërsa Kazmir Ngotën, nëse nuk gaboj, me 20 vjet burg. Dhe kur u mbyll shpallja e vendimit, normalisht referuar dy vendimeve të gjykatës kushtetuese të viteve 2009 dhe 2011, në mënyrë taksative ajo bën një paralelizëm. Në qoftë se thot gjykata kushtetuese, gjatë shqyrtimit gjyqësor dalin kushte dhe rrethana të reja për ndryshimin e akuzës, normalisht gjykata duhet t'u jap mundësi palëve të mbajnë qëndrim lidhje me akuzën e re. Gjë e cila nuk ndodhi. E 2011-s thot, nëse palët kanë paraqit konkluzionet kryesore dhe gjykata është tërhequr për vendim dhe ka konstatuar se duhet ndryshuar akuza, duhet të rikthehet gjykata në sallë, duhet të riqel shqyrtimin gjyqësor, duhet të jap mundësi palëve për të njohur me akuzat e reja dhe provat e reja dhe për të na dhënë mundësi që ne të bëjmë një mbrojtje për klientët. Gjykata shpalli vendimin në mënyrë befasishme. Nuk e dinim ne se gjykata mund të ndryshonte cilësimin juridik veprës penale. Dhe s'kishim çfarë themi. E shpalli vendimin dhe s'kishim komente tjera. Ishin komente pa vlerë. Tani kalojmë aty ku e lam. Vendimin e shkallës parë, që bëri kualifikimin e veprës penale gjykata, e dërguam gjykata apelit dhe gjykata apelit edhe me pretendimet që mbrojtja kishte për pafajësinë ose në kundërt rikthimin e çështjes për gjykim për shkaqet e mosnjoftimit të akuzës së re, kërkuam pafajësi, kërkuam si pikë të dytë rikthimin e çështjes për një proces jo të rregullt ligjor. Dhe ajo çka ne na surprizoi ishte që edhe përfaqësuesi i akuzës ra dakord për kthimin e çështjes për rigjykim dhe nuk ishte as përfaqësuesi i akuzës së apelit dakord me akuzën që kishte vënë gjykata e shkallës parë e jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Pra nuk ishte përballë veprës penale në 79.1 kermae, por ishte përballë veprës penale të nënit 78.1 kodit penal. Ky ishte pretendim i prokurorisë së apelit. Gjykata u tërhoq për vendim dhe mori vendim prishjen e vendimit gjykatës shkallës parë, jurisdiksionit përgjithshëm, kthimin e çështjes për këtë gjykatë për gjykim me trup tjetër gjykues. A pritet që Marieta Karaj të marrë pjesë në procesin e ri dhe kur pritet të fillojë procesi i ri gjyqësor në shkallën e parë? Aktualisht vendimi është zbardhur, na ka ardhur njoftimi sipas rregullave, ne kemi rekursuar vendimin e prishjes. Dhe çështja, sepse kemi kërkuar pafajësi dhe kemi parashtruar të gjitha alternativat tona aty brenda rekursit. Biles, në shkallë të parë, ne nuk na dhan as mundësia të shprehemi për gjykim të shkurtuar. Sepse me lenin 76 ke drejt kërkosh gjykim të shkurtuar. Dhe ne nuk na dha mundësia. Dhe na është mohuar drejta. Dhe për këtë fakt, ne jemi drejtuar gjykatës së lartë me një rekurs ku kërkojmë, kemi parashtruar gjitha pretendimet tona, ku kërkojmë pafajësi për Marieta Karajin dhe Besmir Karajin. Të njëjtin veprim kanë bërë dhe kolegët e tjerë për të ndalurin Kazmir Ngotën. Por, në lidhje me Marieta Karajin, ajo që ne na detyron të shprehemi proceduralisht që e kanë çuar në dyert e gjyqësorit është një hakmarrje primitive e fajkëstojnjes për përndjekjen që i ka bën, për kazimin penal që i ka bën Marieta Karaj dhe për masën e ndeshkuar nga policia. Për t'ju hakmarr është shpifur, se ka shpif një alibi dhe ka shkuar deri aty sa të jetë një dëshmitar në thojza, sipas mediave dhe sipas fjalëve të tjerëve në lidhje me Marieta Karajin. Por duke mbyllur, mu më shqetëson fakti edhe një herë se përse prokuroria e Tiranës dhe gjykata e Tiranës nuk u investuan për ditë nëse fajkëstojna ka njoftuar shërbimin informativ kombëtar, ke kaftua me emra dhe mbiemra, dhe në mënyrë kategorike nuk pranoi gjykata, dhe për t'ia referuar prokurorisë, për t'ia referuar dhe drejtorisë përgjithshme të shërbimit informativ kombëtar, që pse s'kan vepruar, se shërbimi informativ
është organi më i lartë që merret me sigurinë kombëtare të vendit. Kjo ne na lën për të dëshuar.